I dashur shok, ju përshëndes dhe të ftoj të ndëgjosh fjalën e Perëndisë që është e shkruar. Koha u plotësua, e mbretëria e Perëndisë është ngjatë. Kthehuni e besoni ungjillit. Kështu tha Jezus Mesia gjersa ishte në tokë. Fjala Mesi do të thënë shukurues, ai I cili është I dërguar I veçantë prej Perëndisë. Dëgjoj historinë e tij ashtu siç është e thënë në ungjillin e shenjtë. Ajo ndodhi fillon me lindjen e çuditshme. Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu. Maria, nëna e tij, pasi u fojua me Jozefin, para se të banorën së bashku, u gjet shtatzën për vërtet të Shpirtit Shenjtë. Por engjëlli I tha: "Mos ki frikë o Mari, sepse ke gjetur hir para Perëndisë. Ja, do të mbetesh shtatzën e do të qitësh në dritë një djalë, e ngjitja emrin Jezus." Atëherë Maria I tha engjëllit: "Si do të ngjaj kjo ndërsa unë jam virgjër?" Engjëlli I përgjigji: "Shpirti Shenjtë do të zbresë në ty, e fuqia e Perëndisë të tej lartë do të mbulojë me hijen e vet. Prandaj ky fëmijë do të jetë biri I Perëndisë." Vërtet s'ka gjë të pamundshme për Perëndin. Atëherë Maria I tha: "Unë jam shërbëtorja e Zotit. Mendo si s'the ti." Atëherë engjëlli u largua prej pranisë së saj. Tani, Jozefi I fejuri I saj, pasi ishte njeri I drejtë e nuk donte me zhderua botërisht, mendoi ta lëshoj fshehurazi. Posa në mendje të vet vendosi të bëj kështu, ja se ju duk në ëndër engjëlli I Zotit dhe I tha: "Jozef, biri I Davidit, mos ke frikë ta marrësh Marin, të fejuarën tënde, sepse foshnja që është zënë në të, u zon për virtyt të Shpirtit Shenjtë. Ajo do të lindë djalë, e ti ngjitja emrin Jezus, sepse ai do të shpëtoj popullin e vet prej mëkateve të tija." E gjithë kjo, ngjall që të shkonte në vend, fjala e Zotit e thënë për profetin: "Që e virgjëra do të mbes shtatzën e do të lindë një djalë, të cilit do t'ja ngjesin emrin Emanuel, që do të thotë Perëndia me ne." Jozefi, si u zgjua nga xhumi, bëri sikur se I urdhëroi engjëlli I Zotit, e mori në shtëpi të fejorën e vet, e pa pasur marrëdhënie martësore me të, ajo lindi djalin të cilit I ngjiti emrin Jezus. Në atë kohë, Cezari August dha urdhër të bëhej regjistrimi I popullsisë të mbarë botës. Ky ishte regjistrimi I parë kur Kuirini ishte qeveritari I Sirisë. Të gjithë shkonin të regjistrohen, secili në qytetin e vet. Kështu, edhe Jozefi, mbasi ishte prej shtëpisë dhe prej fisit të Davidit, u ngjit prej qytetit të Nazaretit të Galilesë në Jude, në qytetin e Davidit që quhet Betlehem, për të regjistruar bashkë me Marin fatin e vet që ishte shtatzën. Tani, dërsa ata po gjendeshin atje, I erdhi koha të lindë. Ajo lindi djalin e vet të parëlindurin, e mpështollin në shpargna dhe e vendosin në grasht, sepse në bujtin nuk pati vend për ta. Në atë vend ishin disa barinj, të cilët e kalonin natën përjashta për të ruajtur krigjën e vet. Engjëlli I Zotit u afrua tek ata dhe lavdia e Zotit I shndriti, e ata u trembën për së tepërmi. Engjëlli u tha: "Mos keni frikë. Ja, unë po ju sjell një lajm të mirë, gëzim të madh për mbar popullin. Sot në qytet të Davidit ju lindi shpëtuesi, Mesia Zot. Dhe ja shenja për ta njohur, do të gjeni një foshnjë të mbështjellë me shparga e të vënë në grasht." Engjëllit me njëherë ju bashkuan një ushtri e madhe qiellore, që madhronte Perëndin e brohoriste. Lavdi Perëndisë në më të lartin qiell, e paqe mbi tokë njerëzve, që I ka për zemër. Por sa engjëjt u larguan prej tyre në qiell, barinjt I tha njëri tjetrit: "E jani të shkojmë, pra deri në Betlehem, e të shohim çka ndodhi, ngjarjen që na kumtoi Zoti." Shkuan me nxitim dhe gjetën Marin, Jozefin e foshnjën të vënë në grasht. Kur e pan, u treguan që tha engjëlli për foshnjën:
Të gjithë ata që i dëgjuan u mrekulluan nga ato që than barin. Maria i mbante mend me kujdes të gjitha këto ngjarje dhe i shoqiste në zemrën e vet. Barit mandej u kthyen duke lavdruar e madhëruar Perëndin për çka kishin dëgjuar e parë. Pikërisht ashtu siç u tha engjëlli. Jezusi, Mesia, është rritur si kur çdo fëmijë. Gjesa nuk i ka mbushur 30 vjet, nuk ka deklaruar haptazi se është ai i cili është i dërguar prej Perëndis për punë të veçantë në tokë. I ia dhan librin e Isas profet. Kur e hapi librin, gjeti vendin ku shkruan: Shpirti i Zotit është mbi mua, sepse ai më bekoi. Ai më dërgoi të kumtoj të vobegtve ungjëllin, të shpallë robërve çlirimin, të verbërve dritën e syve, të lëshojnë në liri të ndrydhurit. Atëherë u tha: Sot shkoj në vend kjo pjesë e shkrimit shenjtë që e dëgjuat me vesh tuaj. Jezus Mesia, gjersa ishte në tokë, ka bërë shumë çuditëra, si shenjë e dashurisë dhe kujdesit të Perëndisë ndaj neve. Për shembull, i ka qetësuar valët e ngritura të detit. Një ditë, Jezusi e nxënësit e tij hypën në bark. Ai u tha: Të kalojmë në atan të liçenit. U shqasën bregët e mori liçenin, ndërsa po lëndronin, atë zuri gjumi. Ndërkaq mbi liçen u lëshua stuhi e madhe, në bark hynte ujë e ishte në rrezik. Ata ju afruan, e zgjuan dhe i than: Mësues, mësues, u mbytëm. Ai u zgjua, ju kërcënua stuhisë e valëve të ujit dhe u qetësuan e ra në fash. U tha: Ku e keni fen? Ata të frikësuar e të mrekulluar i thoshin njëri tjetrit: Vallë, kush është ky që po urdhron errave e ujit dhe ata po i bindën? Njëherë gjithashtu i ka ushqyer 5.000 burra, plus gratë dhe fëmijët. Kur apostujt u kthyen, i treguan Jezusit gjithçka kishin bërë. Jezusi i mori me vete e i çoi në vetmi, në drejtim të qytetit që quhet Betsaid. Por kur e mori vesh populli, i u vu mbrapa. Ai pranoi me njerëzi e u predikonte mbi betrinë e Perëndisë dhe i shëronte ata që kishin nevojë shërimi. Kur apostujt u kthyen, i treguan Jezusit gjithçka kishin bërë. Jezusi i mori me vete e i çoi në vetmi, në drejtim të qytetit që quhet Betsaid. Por kur e mori vesh populli, i u vu mbrapa. Ai pranoi me njerëzi e u predikonte mbi betrinë e Perëndisë dhe i shëronte ata që kishin nevojë shërimi. Kur dita filloi të shkojë kambarimi, i u afruan të 12 dhe i than: Nise popullin të shkojë në fshatra e në katundet e rrethinës të gjej strehim e ushqim, sepse këtu jemi në vend të shkret. Jepnu ju të hanë, u tha ai. Ata ju përgjigjen: Ne s'kemi, mëse 5 buke 2 peshq, vetëm nëse shkojmë e blejmë ushqim për gjithë këtë popull. E ishin rreth 5.000 burra. Atëherë u tha nxënësve të vet: Veni të rrinë në grupe nga 50 vet. Bën ashtu, i ulën të gjithë. Ai mori 5 buket e 2 peshqit, shikoi kaqilli, i bekoi dhe i ndau. Pastaj u dha nxënësve t'ia vënë popullit përpara. Hëngrin të gjithë e ungin, prej çka u teproi quan 12 shporta me copë. Jezusi ka shëruar një ashtu edhe të sëmurit, aq më tepër ka dëbuar edhe shpirtrat e këqij prej njerëzve. Atëherë zbritën në Kafarnaum, qyteti Galiles, dhe i mësonte ditën e shtunë. Njerëzit i magjepste mësimin i tij, sepse fjalën e kishte plot fuqi. Në sinagogë ndodhe një njeri që në trup kishte shpirtin e djallit të dytë.
a i bërtiti me zë të madh. Hej, ç'ke me neve, Jezus Nazareni? A erdhe të na farosësh? Unë e di kush je, shenjti i Perëndis. Praj dhe dil prej ti, i urdhëroi Jezusi. Djalli e rrëzoi para tyre e doli prej tij pelën duar fare. Të gjithë i kapi frikë dhe i thëshnin njëri tjetrit: "Çfarë fjale? Ky po urdhron me pushtet e fuqi shpirtrat e dytë e ata po dalin." Dhe u përhap zëri për të nëpër të gjitha vendet e krahinës. Gjersa ishte në tokë, Jezus Mesia ka mësuar shumë gjëra. Për shembull ka thënë: "Duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd e me gjithë mendjen tënde." Ky është më i madhi dhe i pari urdhërim. I dyti është i barabartë me të: "Duaje të afërmin tënd, por si vetveten." Në këto dy urdhërime varet i tërë ligji dhe profetët. Jezusi gjithashtu ka thënë: "Keni dëgjuar se u thënë të vjetërve? Mos vraj. Kush vret, do të jetë përgjegjës para gjyqit. E unë po ju them, kush do zemrohet kundër vëllait të vet, do të jetë përgjegjës para gjyqit. E kush i thot vëllait të vet, budall, do të jetë përgjegjës para sinetrit. Kush i thot i marr, do të përgjigjet në zjarrin e ferrit. Pra, nëse e sjell dhuratën tënde për ta kushtuar në një therr, e aty të bie në mend se yt vëlla ka diçka kundër teje, lëre dhuratën tënde aty para hiterit, shko e pajtohu me parë me vëllan tënd, e pastaj eja e kushtoje dhuratën tënde." Keni dëgjuar se që thënë: "Duaje të afërmin tënd e urreje armikun tënd." E unë po ju them, duani armiqtë tuaj, lutuni për ata që ju salvojnë, për të bërë bijtë e Atit tuaj që është në qiell, sepse ai bën të lind dielli i tij mbi të këqij e mbi të mirë, e të bjerë shi për të drejtit e për të pa drejtit. Njën nga gjërat më të çuditshme që Jezus Mesia u kishte mësuar, ka qenë se i është dhënë fuqia të falë mëkatet. Një ditë, Jezusi ishte duke mësuar. Ndër dëgjues kishte edhe farisejnë e mësues të ligjit, që kishin ardhur prej të gjitha fshatrave të Galiles, të Judes dhe prej Jerusalemit. Atë fuqia e Zotit e shtynte të shëroj, kur ja disa njerëz po mbanin në vik një njeri që ishte i paralizuar. Ata kërkonin ta shinin brenda për ta vënë para tij, por nuk gjetën ka ta shinin brenda prej turmës së popullit. Atëherë, unë gjetën në polaz, hoqën tjegullet dhe lëshuan me gjithë vik midis njerëzve para Jezusit. Jezusi, duke parë fejnë e tyre, tha: "O njeri, të janë falur mëkatet." Mësuesit e ligjit e farisejt filluan të mendojnë: "Kush është ky që po flet blasfemi? Kush mund të falë mëkatet përveç një Perëndije të vetëm?" Por Jezusi, duke i njohur mendimet e tyre, u tha: "Çka po mendoni në zemrat tuaja? Çka është më lehtë të thuhet? Të janë falur mëkatet, apo të thuhet: qohu e ec? Mirë, pra, unë do t'ju vërtetoj se biri njeriut ka pushtet të falë mëkatet mbi tokë." Atëherë i tha të paralizuarit: "Po të urdhëroj, qohu me revikin tënd dhe shko në shtëpinë tënde." I paralizuari, aty për aty, para syve të tyre, u ngrit në këmbë, mori vikin dhe shkoi në shtëpi duke lavdruar Perëndin. Të gjithë i rrëmbeu habije madhe, lëvdonin Perëndin dhe plot frikë thoshnin: "Sot pa mrekulli të madhe." Kush mund të fitoj faljen e mëkateve? Jezus Mesia u mësonte se pa pendim dhe pa përkulje para Perëndis
askush nuk mund të përjetoj faljen nga Perëndia. Jezusi ju tregoi edhe këtë shëmbëltyr për disa që e mbanin veten të drejtë e i përbuznin të tjerët. 2 njerëz u ngjitën në tempël për të lutur. Njëri farisej e tjetri tagrambledhës. Fariseu ndenje në këmbë, lutej në vetvete kështu: Të falenderoj, o Perëndi, që nuk jam përsi njerëzit e tjerë, cuba, të padrejt, kurorshkelës, ose si ky tagrambledhës. Agjeroj 2 herë në javë, jap të 10 e krejt fitesës. Kurse tagrambledhësi zvuri vend në fund, nuk i bëhej as syti ngrej drejt qiellit, por rreth të krarorin në vet e thoshte: O Perëndi, ki mëshirë për mua mëkatarin. Unë po ju them, ky u kthye në shtëpinë e vet i shfaqsuar, e jo ai, sepse kushdo krenohet, do të përvojtnohet, ndërsa kush përvojtnohet, do të lartësohet. Ashtu Perëndia fal mëkatet. Jezusi, Mesia, ka treguar tregimin i cili na ndihmon të kuptojmë të vërtetën e caktuar. Ky tregim na tregon dashurinë dhe mëshirën e Perëndisë. Ai dëshiron që t'i kthehen të gjithë njerëzit atij dhe të shprehë mirëseardhje bijve dhe bijave të tij. Mandej vijoi. Një njeri kishte 2 djem. Djali i vogël i tha tetë: Baba, ma jep pjesën e pasurisë që më takon. Ai u andau pasurinë. Mbas pak ditësh, djali i vogël mblodhi shkapate dhe shkoi në dhë të largët, e atje shkapërderdhi pasurinë e vet duke jetuar i dhënë pas vesësh. Kur shpenzoi gjithë shkapati, u bë zi e madhe në atë vend, e djali filloi ta sprovoj skamjen. Atëherë shkoi e u lidh rrogtar tek një njeri atij vendi. Ky e dërgoi në tokat e veta t'i ruaj thit, e dëshironte ta mbush së paku një herë barkun me kokra çeçepunësh që hanin thit, por askush nuk i ja jepte. Atëherë i erdhi mend e thoshte: Sa me disve të tim ato të prën buka, kurse unë këtu po vdes u rije. Do të qohem e do të shkoj tek im atë e do t'i them: O atë, rash në mëkat kundër qiellit e ndaj teje. Nuk jam më i denj të quhem yt birë. Më prano si një ndër rroghtarët tu. U qua dhe e mori rrugën të ktheje tek i ati. Dërsa ende ishte larg, i ati e pa, unë ka shërye, u lëshua vrap, e mori ngryk dhe e puthi. Atëherë i biri i tha: O atë, rash në mëkat kundër qiellit e ndaj teje. Nuk jam më i denj të quhem yt birë. Por i ati u tha shërbëtorëve të vet: Sillni shpejt petkat më të mira e vishnjani. Venjani unaze në dorë e të mbathurat në këmbë. Sillni vishin e majur e prenje të ham e të gëzojmë, sepse ky i mbir, pa të vdekur, e u ngjall, pa të humbur, e u gjet. Mandej filluan të dëfrehen.
Jezu Mesia ka thënë, unë po ju them, në qiell do të ketë, po kështu, më shumë gëzim për një mëkatar që pendohet e kthehet, se për 99 të drejtë, që s'ka nevojë të kthehen. Të shëndoshët nuk ka nevojë për mjek, por të sëmurit. Unë nuk erdha të thërras të kthehen të drejtit, por mëkatarët. E janë i tek unë të gjithë, ju që jeni të lodhur prej barrës së rënd, e unë do t'ju shlodh. Të gjithë ata që më jep Ati, do të vinë tek unë, dhe atë që vjen tek unë, s'do ta qes jashtë, sepse zbrita prej qiellit, jo për të bërë vullnetin tim, por vullnetin e atij që më dërgoi. Po ky është vullneti i Atit tim, që kushdo sheh birin dhe beson atë, ta ketë jetën e pasosur, e unë do ta ringjall në ditën e fundit. Jezus Mesia është biri i Perëndisë, jo në kuptimin trupor, por në kuptimin shpirtëror. Njëherë njëri e kishte pyetur shokun e tij, kush ka ekzistuar më parë, Perëndia apo shpirti i tij, apo fjala e tij? Shoku i tij u përgjigj, natyrisht, Perëndia, sepse asgjë nuk ka mundur të ekzistojë para tij. Përshka njeriu tha, nëse Perëndia ka ekzistuar pa shpirtin e vet dhe pa fjalë, çka do të thotë se ka qenë ose i vdekur ose me mes? Dhe nëse ka qenë i tillë, atëherë nuk ka qenë as Perëndi? Shoku mendoi mbi të dhe ju përgjigj, ke të drejtë. Perëndia nuk mund të jetë pa shpirt, apo i vdekur, e as pa fjalë, apo me mes, sepse shpirti dhe fjala e Perëndisë ka qenë me Perëndin prej fillimi, dhe do të jenë me të përgjithmonë. Perëndia nuk mund të ndahet në Perëndi fjala dhe shpirti. Ai është një Perëndi. Në fillim ishte fjala, e fjala ishte në Perëndin, e fjala ishte Perëndi. Kjo ishte në fillim në Perëndin, prej saj u bë çdo gjë, e pa të nuk u bë asgjë. E fjala u bë njeri, e banoi ndër ne. Ne e pam lavdinë e tij, atë lavdi që prej Atit i përket birit të vetëm, plot hir e të vërtet. Perëndin kur askush nuk e pa. Biri vetëm që është Perëndi, një natyrë me Atin, ai bëri të njihet. Jezus Mesia është dëshmi e dashurisë së Perëndisë ndaj neve. Vërtej, Perëndia aq fort e deshi botën, saqë e dha një të vetmin birin e vet, kështu që secili që beson atë, mos të birret, por ta ketë jetën e pasosur. Jezus Mesia ashtu ka qenë i quajtur dritë e Perëndisë. Ai e pati në të jetën, e jeta është drita e njerëzve. Drita e vërtet që shëndriti çdo njeri erdhe në botë. Jezusi ka thënë, unë jam drita e botës. Kush vjen pas meje, nuk do të ecë në errësirë, por do ta ketë dritën e jetës. Jezus Mesia është i quajtur qengji i Perëndisë. Ja qengji i Perëndisë, ky ja shlyen mëkatin botës. Një ditë, Jezus Mesia tha, unë jam bariu i mirë e jep jetën e vetë për dele, prandaj edhe më do Ati, sepse e jap jetën time që ta marr përsëri. Askush nuk mund të ma marr, por unë e jap prej vetë vetës. Kam pushtet ta jap, e kam pushtet ta kthej prap atë. Këtë urdhër e mora prej Atit tim. Ka ardhur koha kur Jezus Mesia i ka zbetuar këto fjalë në jetën e tij. I vetmi ai që ka bërë mirë, dhe kur nuk ka gabuar, asnjëherë. Njerëzit e gabuar e kanë dënuar në vdekje, dhe të njëjtit kanë refuzuar të pendohen nga rruga e tyre e gabuar. I sollën edhe dy të tjerë bëkëqinj për t'i vrarë bashkë me të. Kur arritën në vendin që quhet Kafka, aty e kryqëzuan atë dhe bëkëqinjt, njërin e të djathtë e tjetrin e të majtë. E Jezusi lutej, fali, o atë, se nuk din ç'bëjnë. E për t'i ndarë petkat, e tija qetën shartë. Populli rrinte aty e po kundërshtonte.
antarët e këshillit të lartë e përqeshtin duke thënë: Të tjerët i shpëtoi, le ta shpëtoj vetveten, nëse është Mesia i Perëndis, i zgjedhuri. Edhe ushtarët e vënë në lojë, ju afrua për t'i dhënë udhëll dhe i thanë: Nëse je ti mbreti i judenjve, shpëto vetveten. Mbi të është edhe mbi shkrimi: Ky është mbreti i judenjve. Njëri nga kriminalet e kryqëzuar e fyente: Pa nuk je ti Mesia? Shpëto veten edhe neve. Por ai tjetri e qortoi shokun: As ti nuk e druan Perëndin që po vuan të njëjtin dënim si ai. Sa për ne, kjo është drejtësi, po marrim dëshkimin e merituar për veprat tona. Po ky s'bëri asnjë të keqe. Dhe tha: Të bien ndërmend për mua, o Jezus, kur të arrish në mbretërinë tënde. E Jezusi i tha: Për të vërtet po të them, sot do të jesh me mua në parajs. Ishte rreth orës 6 e terri e mpështuar mbar tokën, deri në orën 9. Dielli u zu e kultrina e tempullit u nda përmjetis. Atëherë Jezusi bërtiti me zë të madh e tha: O Atë, në duar tua po e dorëzoj shpirtin tim. Si tha këto, dha shpirt. Centurioni, kur pash ndodhi, zuri të lëvdoj Perëndin dhe tha: Ky njeri ishte me të vërtetë i drejtë. Por edhe të gjithë njerëzit që u grumbulluan për të parë ngjarjen, kur panë se ç'ndodhi, u kthyen duke rrahur krahrore. Të gjithë miqtë e tij rrinin larg, po ashtu edhe gratë që e kishin përcjell prej Galiles dhe po vërenin. E pas vdekjes së Jezus Mesis, e zbritën trupin e tij nga kryqi dhe e varrosën në varr. Atëherë erdhi një njeri që quhet Jozef. Ky ishte antar i këshillit dhe burri i mirë dhe i drejtë. Ky nuk e miratoi vendimin as veprimin e tyre. Ishte prej Arimateje, qyteti i Judes dhe priste mbretërinë e Perëndis. Shkoi tek Pilati dhe ja lypi trupin e Jezusit. Pasi uli prej kryqit, e mbështolli në pëlhur, e vuri në varr të gdhendur në gur, ku ende askush s'ishte i varrosur. Ishte dita e përgatitjes e po afrohej e shtuna. E përcëllën edhe gratë që erdhen me Jezusin prej Galiles, e panë varrin dhe si u vu trupi i Jezusit. Pastaj u kthyen edhe përgatitën erëra të mira dhe vajra të errantshëm. Pas 3 ditësh, Jezus Mesia nuk ka qenë më në varr ku e kanë varrosur, sepse është ngjallur. Të parën ditë të javës, fort herët, shkuan të varri me erëra të mira që i përgatitën. Gjetën gurin e rrokullisur prej varrit, hyn, por nuk e gjetën trupin e Jezusit Zot. E ndërsa po rrinin ashtu, marrë mendsh nga kjo punë, kur që për ngjatyre u paraqitën 2 burra të veshur me petka të ndryshme. E kur ato të tmerruara i ulën syt për dhe, këta u thanë: Përse e kërkoni të gjallin ndër të vdekur? A i s'është këtu? Unë gjallë. Le të bjerë në mend çka ju pa thënë kur qenë në Galile. Duhet të thoshte ai që biri njeriut të bjerë në dorë njerëzve mëkatar, ta kryqëzojnë dhe të tretën ditë të ngjallët. Atëherë u ra në mend fjalët e tija, u kthyen nga varri dhe i njoftuan të 11 e gjithë të tjerët. Ishin Maria Magdalen, Gjonia e Maria e Jakobit. Po edhe gratë e tjera që ishin me to u treguan apostujve të njëjtën gjë, por apostujt këto fjalë morin për tregllime e nuk u besuan. Megjithatë, Pietri u qua, shkoi vrap tek varri, u përkol dhe pa vetëm pëlhurat. U kthye në shtëpi i çuditur për krejt çka kishte ndodhur. Jezus Mesia me të vërtetë është ngjallër. Para se të kthehej në qiell, u është paraqitur shumë nxënësve,
në një periudhë prej 40 ditëve. Por atë ditë, 2 prej tyre po shkonin në një fshat që quhet Emaus e është larg Jerusalemit 60 stadie. Ata bisedonin njëri me tjetrin për të gjitha këto ngjarje. Dhe ndodhi që, ndërsa ata po flisnin e po bisedonin kështu, vetë Jezusi u afrua dhe po este me ta. Por sytë e tyre ishin të penguar ta njenin. Ai i pyeti: "Që janë këto fjalë që ju i flisni ndërvejt e udhës?" Ata u ndalën të trishtuar e njëri prej tyre, ai që quhet Kleof, i përgjigji: "A thua je ti i vetmi nga të huajt në Jerusalem, që nuk di çka ndodhi në të, po në këto ditë?" Ai i pyeti: "Po çka?" Ata ju përgjigjen: "Çka i ndodhi Jezusit prej Nazaretit, që ishte profet i madh me vepra, me fjalë në sy me Perëndin, e të mbar popullit. Si krerët e priftërinjve dhe këshilltarët tanë e dorëzuan të dënohet me vdekje dhe e kryqëzuan. Ne shpresonim se ai do ta çlirojë Izraelin. E përmbi të gjitha këto, sadosh e treta ditë me që ndodhen këto ngjarje. Madje edhe disa gra prej të tanëve në habetën, ato që në agim të varri e pasi nuk e gjetën trupin e tij, erdhen e na thanë se ju duken engjujt e u thanë se ai është gjallë. Po edhe disa prej të tanëve shkuan tek varri dhe gjetën shi, ashtu siç u thanë gratë. Por atë nuk e pan. Ai u tha: "O të pament, e të ngadalshëm që të besoni gjithçka paralajmëruan profetët. Pa nuk u desh që Mesia të pësoj të gjitha e kështu të hyjë në lavdinë e vet? E që nga Mojsiu e të gjithë profetët u shjelloi krejt çka flitet në shkrimin e shenjtë për të." Kur ju afruan fshatit ku ishin nisur, ai i bëri se po vazhdonte udhën, por ata ju vunë: "Rrimë se u bë natë e drita po shkon në të sosur." Dhe hyri që të rri me ta. Kur u ul me ta në tryezë, mori bukën, u falënderua, e theu dhe u dha. Atyre u hapën sytë dhe e njohën, por ai u zhduk para syve të tyre. Atëherë i tha njeri tjetrit: "Pa nuk na ndezej zemra neve ndërsa po bisedonte udhës me ne dhe na shtjellonte shkrimin e shenjtë?" U quajnë me njëherë, u kthyen në Jerusalem, i gjetën të mbledhur të 11 dhe ata që ishin me ta. Të 11 u thanë: "Me të vërtet, unë gjallë zotëria dhe ju dëftua Simonit." Atëherë edhe këta u treguan çka u gjau udhës dhe si e njohën kur u ndau bukën. Dërsa këta ende po bisedonin për këto ngjarje, vetë Jezusi zuri vend në midis të tyre dhe tha: "Paqja me ju." Të tmerruar dhe të friksuar, mendonin se po shihnin ndonjë shpirt. Jezusi u tha: "Pse po trembeni? Pse po dyshoni në zemrat tuaja? Shikoni, duart e mia, këmbët e mia. Unë jam, vetë. Me prekni e vërtetoni. Shpirti s'ka mish e eshtra. Si po shihni sa unë kam?" Si u tha kështu, u dëftoi duart e këmbët, pasi ata prej gëzimit nuk mundën të besojnë, por kishin mbetur të habitur. Jezusi u tha: "A keni këtu ndonjë gjë për të ngrënë?" Ata i sollën një korn peshku të pjekur. Jezusi e mori dhe hëngri para tyre. Atëherë u tha: "Këtë vështrim kishin fjalët që ju thoja kur ende isha me ju. Duhet të shkojnë në vend gjithçka u shkrua për mua në ligjin e Mojsiut, në profetët e në psalme." Atëherë u shëndriti mendjen që të kuptoni shkrimet dhe u tha: "Kështu është në shkrimin e shenjtë, Mesis i duhet të besoj e të ngjallet së vdekuri në të tretën ditë. Në emër të tij do të predikohet ndër të gjithë popujt, duke filluar prej Jerusalemit, kthimi dhe falja e mëkateve." Atëherë i mori me vete deri në Betani, i çoi duart dhe i bekoi. Ndërsa po i bekonte, u nda prej tyre dhe u ngrit në qiell. Një ditë Jezus Mesia do të kthehet nga qielli. Gjërsa ishte në tokë ende, tha: "Ja, ju e paralajmërova, sepse ardhja e Birit të Njerëzit do të jetë sikurse vetëtima që del në lindje e duket gjerë në perëndim. Atëherë do të duket në qiell shenja e Birit të Njerëzit,
Atë botë të gjitha fiset e dheu do të qajnë dhe do të shohin birin e njeriu duke ardhur mbi re të qilit me fuqi dhe me madhëri të madhe. Ai do t'i dërgoj engjujt e vet me buri kumbuese për t'i bashkuar të zgjedhurit e tij nga të katër anët e botës, prej njëri skaj të qilit në tjetrin. Qielli e toka do të zhduken, por fjalët e mia nuk do të bien poshtë. E kur do të jetë ajo ditë dhe ajo orë, askush s'digjë, as engjujt e qilit, as biri, përveç vetëm Atit. Dhe siç e në ditët e Nojes, ashtu do të jetë edhe ardhja e birit të njeriut, dhe sikur se në ditë para përmbytjes, njerëzit hanin e pinin, merrnin gra e gratë burra, deri në atë ditë kur Noja hyri në ark. Prandaj, rrini gati, sepse biri njeriut do të vijë në atë orë kur ju se pritni. E kur të vijë biri njeriut në madhërinë e vet e me të gjithë engjëjt, do të ulet mbi fronin e vet të madhërueshëm. Atëherë para tij do të mblidhen të gjithë popujt dhe ai do të ndajë njërin prej tjetrit. Sikur se bariu ndan delet prej cjepëve, delet do të vërë në të djathën e vet e cjepët në të majtën. Atëherë mbreti do të thotë atyre që do të jenë në të djathën e tij: "Ejani të bekuarit e Atit tim, merrni në provë mbretërinë që u bë gati për ju që prej fillimit të botës." Kush do të jetë ashtu i bekuar prej Atit që të trashëgojnë mbretërinë qiellore? E shkruar është: atyre që e pranuan, u dha zotësinë, të bëhen bijtë e Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. Jezus Mesia ka thënë: "Unë jam udha, e vërteta dhe jeta. Askush nuk shkon tek Ati pos në për mua." Të lumët ata që e dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e zbatojnë.